Do vinë të krijesa një, do mundova të Po, si ishte, mama, e kujton dot atë momentin që ti prisje fëmijën dhe kështë gëzimi madh, po nga ana tjetër, ti kishe lënë një vend që edhe pse i shkatruar, kishte standardin tënd të jetesës. Standardin ton të jetesës. Dhe ti ndërkohë aty kishe marrë lopatën dhe shikoje trena që iknin e vinin dhe ti s'ishe në asnjë tren, po ishe duke punuar me lopatë. Ç'a ndjeje ti? Qava. Jo, dhe mua po mite për qarë, prandaj të pyeta çfarë ndjeve ti. Dhe unë pata këtë ndjesinë dhe unë mendoj her pas here si ja keni bërë ju me depresionin, si ja keni dalë ju. Si ja keni dalë ju? Me shokun kulturor. Shoku kulturor është merr. Shoku kulturor është merr, përveç faktin sepse e përjetoj edhe tani, edhe tani mbas 21 vjetësh e përjetoj edhe tani shokun kulturor. Vjen një fakt. Në Zvicër është e mirë që shokët dhe shoqet të vinë në shtëpi, të flejnë në shtëpinë tënde, të hapin frigoriferin tënd, me ata që ke ti konfidencë. Ndërkohë, shoqëria midis një burri dhe një gruaje, këtu mund shifet shumë e mirëqen, kurse në Shqipëri akoma jo, dhe sot e kësaj dite kur bia ime para një muaji ishte në Shqipëri, tek gjyshrit e vet, bisedoj me një shoqen time të fëmirisë dhe i tha, jo, tha, këto koncepte këtu në Shqipëri, tha, si tha, të shkoj unë të shtëpia shoku, tha, tu e pas grun aty, tha, të flej unë aty, tha, goca ime e dur. Kjo është tepër normale. Do thënë, shoku kulturor është akoma, nuk është ka ikur, edhe pse kanë shumë vullën nëpër pasaporta, kupton, është komplet një botë ndryshme. Drejt. Tani do bëjmë vetëm një ndërprerje të shkurtër, unë dua të rifutemi edhe një herë në linj duke parë se mos figura është më mirë herës tjetër, se po më shijon biseda, po të shoh me mjegull edhe një herë. Po. S'ke ndryshuar, jemi në WhatsApp. Në WhatsApp, ja. Okej, po është më pastër figura. Atëherë ne vazhdojmë normalisht. Jemi në regjistrim ne. Okej. Vajza, më thatë vajza ishte në Tiranë. Vajza juaj është e madhe tani? Duhet të jetë 20 vjeçë? 20 fiks. 20 fiks. Edhe është ndihet shqiptare apo zviceriane se nëna? Zviceriane dok. Po Shqipen e kupton. Shqipen e kupton. Shqipen e kupton. I pëlqen? Shqipen e kupton dhe kaçurrelat i ka të mjat. Të tua. Ti ke pas kaçurrela domethënë? Kaçarrums. Gjithmonë të lagjëm ka thënë kaçarrums. Po vajza... I kam pas flokët me ëndër. Vajza donte të shkonte tek shtëpia e jote, domethënë kishte dëshirë të... Apo ishte ti që ndikove? Po, trendi i rini sot është uftimi, trendi i rini sot është vendet e pa eksploruara që janë në TikTok dhe Shqipëria është reklamuar shumë me këto brigjet e Rivierës dhe ka marrë autobusin Volkswagen të tresh, është nisur drejt Kroaci, se ka bërë komplet gatishme e Ballkanit me makinë. Asnjë nostalgji domethënë, akoma s'është në kohën e nostalgjisë për ty. Për kujtimet e tua. Vajza, nuk është në kohën e nostalgjisë për kujtimet e tua. Është thjesht në kërkim të vetes. Jo, po, në kërkim të vetes. Nuk e besoj që nuk e besoj. Unë i kam bërë këto udhëtime me motor, sepse unë jam një motorist i thekur. Por që nga që u theka shumë edhe më dogjen, nga që më dogjen kam përfunduar tek një standard më i ulët pak, tek bicikleta, por që është një nga dashuritë e mia më të mëdha, sepse me bicikletën kam pasur një histori që kur kam qenë 3 vjeç e gjys, për vetë faktin se isha i pari në rrugicë që mora bicikletën. Është një jetë tamam si në film.
Më trego pak për kohën tani. Tani çfarë bën? Vajza besoj nuk jeton me ty, jeton me nënën. Ti çfarë bën me veten tënde? Vajza është bërë e pavarur. As nënën më nuk e pyet. Ajo po bën një shkollë profesionale për restauratore arti. Dhe jam shumë i lumtur që po e bën këtë për vetë fakti se është e vetmja shkollë në Zvicër, në kantonin Zyri, dhe për të pritur atë vend shkollimi janë me kokra dhe jam shumë i lumtur që ajo ja arriti kësaj dite të punoj. Unë aktualisht punoj në një shtëpi kure për demencë dhe Alzheimer dhe hemiplegji. Bëj infermierin për kujdesesin, klaunin, aktivizuesin, sportistin, birin, dhëndrin, shakaxhiun, i bëj të gjitha. Inxhinieri pyeve, i cili u bë infermier në një... Inxhinieri për punimin të drurit, por ama, shive, ka një lidhje kjo, ka një lidhje, nuk është se erdhën gjërat kështu spontan, ka një lidhje. Për vetë fakti sepse kur isha 16 u aktivizova me Kryqin e Kuq Shqiptar në Tiranë. Kur ishte koha e luftës në Kosovë, isha shumë i aktivizuar me kampet e refugjatëve në Kosovë. Ishe në Kosovë? Në Kosovë apo në Shqipëri? Të UNHCR-s? Në Shqipëri. Në Shqipëri punoja për Kryqin e Kuq Shqiptar si vullnetar. Ndërkohë merresha me ndihmën e parë. Bashkë me kolegët e mi të asaj kohe, gjimnazist të Ismailit, Sami Frashërit, kur ka qenë shkolla Partizani, kemi qenë një grup vullnetarësh Kryqi Kuq Shqiptar që ndërtuam edhe zyrën e ndihmës së parë të Kryqit Kuq Shqiptar në vitin 96. Bravo. Dhe ndërkohë Kryqi Kuq Shqiptar sot ka arritur ta marri licencën vetë, të bëj këto kurset e ndihmës parë për patenta, për shofera, siç është në të gjithë Europën. Më kishte hypur dëshira për të ndihmuar njerëzit, për të filluar shkollën e infermerisë etj. Masi mbarova gjimnazin, u përpoqja të futesha në shkollën e infermerisë, por ishte pamundur, pa dhënë dorë lek atje te doktorët, ata profesorët që të fushin provimet. Ndërkohë, kur ishin provimet me konkurs, më doli që isha pranuar tek shkencat e pyjeve, që ishin rezervat atje. Dhe u futa në shkollë 5 vjet universitet. Ndërsa kur isha në Zvicër, bëre kurs, bëre shkollë, çfarë bëre ti për infermierin? Prit, se nuk është dhe aq e kollajt. Ndërkohë, unë në Zvicër pretendoja gjithmonë që të gjej një punë për inxhinier druri, inxhinieri përpunimit, por këtu teknologjia, nga që ishte e përparuar, nga që ishte tjetër për tjetër, nuk ta lejonte këtë mundësi dhe ta lejonte mundësinë të bëhesha marangoz. Dhe unë për 8 vjet e gjysmë kam punuar në marangozeri, që lidhet shumë me shkollimin tim, si ta themi, por siç të shpreha më parë, shkollimi im ishte thjesht në teori. Ishte thjesht në teori, biles më kujtohet një batut që i kam bërë një profesori të teknologjisë në universitet, kur shkuam me praktikë në Elbasan, për të parë makinerit. Thoshte profesori, këtu ka qenë një makineri, tha, po, vetëm ato bazametat e betonit i kanë njëllë. Tha, i thash, o profesor, ne nuk jemi student arkeologjia, profesor, i thash, du me pa në i sharme, me pa në i detalje, thash, jo me pak shumë betona, vetëm bazament e betonash.
mbasi punova këtu në Zvicër 2 vitet e para si mekanik në kurruz, në shtyp shkroj, në ndërtim, të gjitha punët sepse kisha bebe në kërë. Gjeta përfundimisht punë si marangoz në një fshat që quhet Menedorf, fshati i burrave. Ndërkohë më erdhi në dorë edhe romani Ismail Kadares, Hija, aty gjeta veten. Ndërkohë, mbasi punova marangoz për 7 vjet, 8 vjet, isha shumë i angazhuar me kryqin e kuq zvicerian. Për ndihmën e parë. Vullnetarisht. Gjithmonë vullnetar, por me pagesë. Të kemi